Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku jufka në kushte shtëpie, ose siç ne i quajmë ndryshe, pet ose petka. Në këtë video dua t'ju tregoj mënyrën tradicionale se si jufkat apo petkat gatuhen në shtëpinë time prej vitesh. Kjo është një recetë e trashëguar ndër breza, ndoshta ka zona që mund t'i gatuajnë edhe t'i përgatisi në forma të tjera, por secila zonë, secila krahin dhe familje ka mënyrat e saj të përgatitjes. Këtë herë i kemi përgatitur së bashku me mamin dhe vendosa që recetën ta ndaj edhe me ju. Për përgatitjen e jufkave ose të petkave, ne kemi përdorur 4 kg miell. Pasi kemi hedhur miellin në një tepsi të madhe ose edhe në një kovë të madhe, aty do të shtojmë edhe vezët. Për 4 kg miell ne kemi përdorur rreth 20 kokra vezë. Vezët, përpara se t'i hedhim tek mielli, i kemi hedhur më parë tek një tas. Përpara se të shtoni vezët tek mielli, do të shtojmë pak krip, fare pak sa të kapin majat e gishtrinjve, do të shtojmë rreth 2 ose 3 lugë gjelle me vaj ulliri dhe më pas do të shtojmë edhe vezët. Gjithashtu për këtë recetë do të përdorim edhe 2 gota me ujë të vakët. Varet edhe nga madhësia e vezëve në fakt, sepse ndonjëherë mund të shtoni vetëm 1 gotë me ujë, ndonjëherë mund të shtoni 2 gota me ujë. Gjithçka e shikoni me sy gjatë kohës që punoni brumin. Dhe tani e vetmja gjë që do të bëjmë është punimi i brumit me duar. Brumi për përgatitjen e jufkave ose të petkave nuk duhet që të jetë shumë i fortë, as shumë i butë. Pra duhet një brum mesatar, po themi. Gjithë sekreti i përgatitjes së jufkave është tek punimi i mirë i brumit. Sa më mirë dhe sa më shumë të punohet brumi, aq më të mira dalin dhe jufkat ose petkat në fund. Prandaj, brumin e punoni mirë për të paktën 10 ose 15 minuta ose sa të keni mundësi. Pasi brumin e keni punuar mirë, tani brumin do ta ndajmë në kuleç të mëdhenj, siç e shikoni edhe në video. Në total kemi përgatitur rreth 20 kuleç. Mirë është që kur përgatisni jufka ose pet, vezët i keni vezë të freskëta ose edhe vezë fshati, pasi në këtë mënyrë jufkat dalin edhe më të verdha, dhe pasi brumin e kemi ndarë në kuleç, tani kuleç do t'i lëmë të pushojnë në temperaturë ambienti. Duke qenë se jemi në stinën e verës, kuleçët mund t'i lini në kuzhinë, thjesht sipër i luani me pak vaj dhe më pas i mbuloni me një pecet ose edhe një qese kuzhine dhe më pas kuleçët i lëm që të pushojnë për të paktën 1 orë e gjysmë ose 2 orë. Dhe pas kanë kaluar rreth 2 orë, kuleçët i keni gati që t'i hapni. Do të vini re që pasi kuleçët pushojnë, brumi i petve ose jufkave është lëshuar mjaftueshëm sa për të hapur petët kollaj fare. Tani procesi tjetër që do të bëjmë është thjesht hapja e petve. Do t'i hapim kuleçët 1 nga 1 ose 2 nga 2 si të keni mundësi, duke përdorur niseshte. Mami im i ka hapur 2 nga 2, duke lyer secilin nga kuleçët me pak niseshte, dhe më pas kur petët janë hapur në një farë madhësie, më pas petët i ka hapur tek e tek. Mirë është që kur hapni petët ose jufkat, mos përdorni shumë niseshte, pasi niseshteja u humbet atë ngjyrën e verdhë, por të përdorni niseshte duke pasur parasysh që petët të mos ngjiten. Petët i hapim
sa më shumë të keni mundësi, as shumë të holla dhe as të trasha fare, sepse nëse i hapni të holla fare, jufka do të bëhen shumë të holla në fund. Nëse i hapni të trasha, edhe të trasha nuk dalin të mira, pra do ta shikoni edhe vetë me sy kur i hapni petët, pra të kenë pak a shumë një trashësi mesatare, aq sa ju a merr mendja që tani i keni gati që në fund fare petkat ose jufkat të dalin ashtu siç duhet. Pasi hapni petën me madhësinë që doni, tani petët do t'i vendosim në një vend ku bie dielli. Ne i kemi hapur në balkon, kemi shtruar një çarçaf dhe më pas i kemi hapur petët aty një nga një. Do të veprojmë kështu, pra në të njëjtën mënyrë siç e shikoni edhe në video, për të paktën 5 kuleçët e parë. Pra do t'i hapim petët tek e tek, edhe më pas petët do t'i vendosim për t'u tharë, derisa të përfundojmë 5 kuleçët e parë. Në momentin që përfundoni 5 kuleçët e parë, tani është momenti që petët që kemi hapur do t'i mbledhim sërish bashkë dhe do t'i presim në mënyrë që t'u japim atyre formën e jufkave. Pasi kemi hapur ne 5 kuleçët e parë, i kemi marrë petët siç e shikoni dhe në video, i kemi vendosur petët njëra mbi tjetrën, më pas i kemi palosur dhe kemi bërë prerjen e tyre në formë gjatësore, pak a shumë me trashësinë e një gishti. Nëna ime vepron në këtë mënyrë, pra nuk i pret direkt petët sapo i ka hapur, por i lë të përthahen pak dhe më pas i pret ato siç po ju tregoj edhe në video. Mos harroni që nëse i lini petët për një kohë shumë të gjatë, pra ti përfundoni që të gjitha petët dhe më pas ti prisni, do ta keni shumë të vështirë procesin e prerjes së jufkave në fund, pasi petët do të thahen më tepër se ç'duhet. Prandaj edhe u thash që pasi të përfundoni 5 petët e para, do të bëni edhe prerjen e jufkave në këtë mënyrë që shikoni dhe në video. Se sa të trasha do ta bëni prerjen e jufkave, këtë e vendosni ju, ne kemi prerë me një trashësi mesatare. Edhe më pas, jufkat e prera do t'i vendosim në një çarçaf tjetër dhe do t'i lëmë në diell për t'u tharë. Pra ky është procesi i cili përsëritet derisa të përfundojmë të gjithë kuleçët që kemi përgatitur. Jufkat ose petët bëhen kryesisht në stinën e verës, duke qenë se tani ka shumë diell dhe është shumë kollaj që petët dhe jufkat të thahen lehtë. Prandaj nëse këtë vit keni vendosur që të përgatisni jufka apo petë në shtëpinë tuaj, jeni tamam në kohën e duhur që t'i përgatisni ato. Unë po alo videon që ta shikoni edhe vetë procesin. Nuk është një proces shumë i vështirë dhe i ndërlikuar. Mjafton të ndiqni me detaje këto që u thash në video dhe në fund fare do të përfitoni jufka shumë të mira. Pasi keni përfunduar të gjitha jufkat, i hedhim të gjitha në një çarçaf dhe i vendosim në balkon për t'u tharë. Ditën e parë duan shumë diell, pra mund t'i vendosni në balkon për rreth 4 ose 5 orë ose ndoshta edhe më tepër. Dhe më pas mund t'u vendosni sipër një çarçaf të hollë ose një copë tjetër që është akoma dhe më hollë nga çarçafi, në mënyrë që t'i mbroj edhe nga pluhurat apo nga insektet të ndryshme. Ne i lam në balkon për disa ditë, mund t'i lini në balkon për disa ditë derisa të thahen mirë, në mënyrë pasi ne do të përdorim kryesisht në periudhën e dimrit. Pra kjo është një nga zajret që ne përgatisim gjatë verës për periudhën e dimrit. Thjesht mund t'i lini 2-3 orë gjatë ditës të pambuluara në mënyrë që t'i kapi dielli dhe më pas mund t'i mbuloni deri në darkë me një çarçaf ose pëlhurë të lehtë dhe t'i lini në diell derisa të thahen komplet. Pas 4 ose 5 ditësh, jufkat i keni gati që t'i përdorni sa herë të keni dëshirë. Shpresoj shumë që kjo mënyrë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të komentoni poshtë kësaj videoje për të lënë përshtypjet tuaja si dhe mënyrën tuaj të përgatitjes së jufkave apo petkave në familjen tuaj.
Mos kuroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.